e drejtoj që në mëngjes, ose kur ta bën atë shkrimin, kur ti shkru gjonat që ti dëshiron ashtu si ti. Sepse nëse ishe mati me probleme, ti kishe kriju ma shumë prej tyne. Edhe ishe fut mrena në ato frekuenca, edhe kishin vazhdu me të dhe gjona tjera me t'i vërtetu ato mendimet të tua të njëjtat, sepse si që është e parapame nevojitën 17 sekonda që mund gjitë një menim tjetër i njëjtë me atë menim. Kështu që ti ki drejtu, do të thonë me shkrim, me teknikë që ta kam dhënë, ki drejtu energjinë tonë e vetë. Është super, bravo. Edhe aty thash, stop Alban, thash, hargjoje një orëshin e mjesit, orientoje energjinë, qoj atje ku duhet. Këto 2-3 javë me tanë drejten kemi punu, mashallah, zëtë faleminderit. Është edhe vuj Ramazanit kemi punu jashtëzakonisht mirë të muj. Do më thamë, cilat janë gjanat që jam falenderues dhe po filloj e them me ty tani, se i kupton atë. I kam shkujt për ditë, po hese po ja çoj tani fotografinë he më vonë, edhe por gjëja që jam falenderues, që më në fund po ndodh, domethënë, është se kam 5 vjet që luftojsha që me kap një kategori të caktuar produktesh landëve të para, pra kur janë të smundjet e shpende të këtyre etj. Në Shqipëri këtë i groposhin. Në tanë Europën të shkojnë në përpunon në fabrika si fabrika jeme. Edhe është mënyra më e mirë, më e sigurt, më mjedisorja, nuk shkakton ndotje të ujrave të dheut etj. Edhe ka përfitim ekonomia e gjitha. Këtu i groposnin. Kam 5 vjet që i merrem me këtë punë. Ma në fund tani doli një urdhër i ministres bujqësisë, që mënyra se si mi luftu, se rast mundja e pulave në Shqipëri, kapi heri pulari tani ka kapi pulari tjetër, dhe doli urdhër i ministres që përveç metodës groposjes, nuk e eliminun atë si metodë, por thanë, jemi duke punu me 2 fishin, 3 fishin e kapacitetit. Wow. Zaktshëm. Në thanë, në qofë se gjithë të periudhë kena punu, po themi me një mesatare diku tek 10-15 tonë që në ditë, tani janë të punu me 55 tonë ditë, 50 tonë ditë, 60 tonë ditë. A je vetë dishëm sekret këtu kanë ndiku puna jote me vetë besimin tanë? Absolutisht, 100%. As në autonomia, vetëm 100%. Vetëm puna e me kanë ndiku, vetëm vetë besime. Energjia. E bukra tjetër tim, se du që të knaqesh edhe ti me këto gjëra. Do më thamë, unë knaqem duke t'i thamë. Unë knaqem gjithmonë. Knaqem du knaq. Knaqësi e madhe, vërtet, me pa kaq shumë rezultate dhe me pa ndryshimin tanë prej se kur ke fillu vërtet një apliku krit ato se ti kam dhënë. Pa. Jam duke shkuj tani tek realiteti paralel, sepse jam duke ecë me hapat vegjël ashtu siç më ke mësuti, sepse ma përpara e bëjsha nosha dhe gabim, sepse kërkojsha me shku te hapi i madh direkt. Dhe ndoshta nga që kërkoja atë të madhe në direkt, përderisa kërkoj duhet vi. Mirë, po ndoshta vetë nuk e besoja që është e mundur ajo gjë. Tani jam duke ecë duke thënë për shembull, sot do të realizohet 10% më shumë se sa dje. Realizohet. Ose jam duke thënë, dua që të më ullet kostoja me 20% me kostën mesatare të muajit. Ullet kostoja me 20%. Pra, jam duke kërku këshit përmirësimesh të vogla, por që nuk janë të vogla, se në fund ditës janë kollaja, 10% dhe 20% nuk janë pak. Absolut. Dhe por ato shkojnë dhe janë gjana që edhe i besoj se them se jo. Edhe dje për shembull, thash, du që sot, ose kam bërë manifestimet të kësaj punët, kur kam shku realitetin paralel. Kam thënë sot do jetë rendimenti më i lartë i mundshëm. Puf, ka ndodhur. Fix atë ditë, ka ndodhur që është realizuar rendimenti më i lartë i mundshëm. I realizuar, si më thënë, deri në atë moment e kështu që jam vërtet shumë mirënjohës, e shoh që
po fillon e krijohet ai momentumi, domethënë që gjërat i them, manifestohen, Ka ndiku puna që i ki bon veti, ka ndiku, domethënë kjo e përditshmja, që e ki shkru, ke punu me teknikën e nëmrame, për shkak që ta kam dhënë, shkrimi i realitetit paralel, këto ka ndiku në energjinë tënde, është e qartë. Pastaj ndikon edhe te punëtorët në kompani e krejt. Edhe punëtorët janë më të kënaqur, të shtunën i qumë punëtorët, i qumë maldajtit. Gjithë normali. I kësajna që është manifestu, më dhënë shkaku i problemit që është manifestu është ka mundësi që nuk jam, vjen në shumicën e rasteve, nuk jam i mirë mjaftueshëm. Thënë prej pasiguri, po tash ti e të punun vetë besimin tanë, kemi bën gjithë këto suksese, ke arrit me rrit shitjet, ke arrit me kanë punëtorët më të kënaqur, kompania me ndryshu gjithçka, domethënë krejt këta e ki bën me punën që ki punu me veten tonë. Domethënë me vetë besimin tanë. Po ka hala, domethënë ky manifestimi i atij problemit ka ardhur prej të kalumës, domethënë prej dyshimeve që ti ke pasur në veten tënde, domethënë prej dyshimeve sidomos prej bindjes se është një bindje që dominon vërtet në botë, është nuk jam i mjaftueshëm ose s'jam i mirë mjaftueshëm. Kur e menon për veten tënde, e menon pastaj edhe në kompani. E reflekton edhe në kompani, nuk jam i mirë mjaftueshëm ose nuk e bëj mjaftueshëm mirë produktin ose nuk e bëj. Natyrisht njerëzit të cilët kanë kompania si tuat ose edhe më të vogla ose pa marrë parasysh prap është ajo kritika mbrëmshme që a është mjaftueshëm mirë, unë muj me bë hala më mirë. Po kjo nuk jam i mjaftueshëm ose nuk jam i mirë mjaftueshëm, mundet me pikërisht me manifestu gjëra të tilla. Ke plotësisht të drejtin, ndoshta e kera pikës, sepse unë mendoj me veten time, herë mbas here them, hajtë se kjo punë po ndihmon për mu përmirësu. Them hajtë se kjo punë po ndihmon për mu përmirësu. Mirë, po më theta healing kam mësu atë tjetër që ku gërmon dhe kupton një gjë të tillë, atëherë automatikisht duhet me punu me bindjen tjetër që unë nuk kam nevojë për me kenë më i mirë duke përjetu, nuk kam nevojë me përjetu problemet për me kenë më i mirë. Mundën me kenë automatikisht më i mirë, ashtu siç duhet me kenë, pa pas nevojë me përjetu streset, hallet e tjera. Pa pas nevojë me përjetu. Është vërtet, domethënë është zgjidhja para problemit quhet kjo. Domethënë ti e ki zgjidhjen edhe e kalon në tjetër energji dhe nuk takohesh me problemin, sepse janë dy frekuenca të ndryshme. Pra, unë mundem. Na i marrim ato sepse i manifestojmë problemet për shkak të bindjeve të ndryshme që kena mrena vetes, edhe pastaj një thonje që na mësojmë për problemeve, është po sepse ti nëse e vetëdison bindjen tonë negative që e ki, që e ka kriju problemin, domethënë është mësim. Po ti nuk ki nevojë me kriju problemin. Mund është me mësu edhe pa probleme. Mund është me mësu edhe pa gabime. Absolut mund është me mësu edhe pa gabime. Po tash kjo është ajo, thamë edhe pak me qetësu edhe veten, edhe me reflektu në fakt me pas e okej që kjo është bindja jeme, për çta që tu po mësoj, për ndryshoj bindjen, që mos me kriju prap njëjtin problem. Bukur, au sa bukur e kafe. Ja, pra me duhet ky një orë kështu. Dhe na kujtojmë se jemi dishëm, po. Pra duhet mentori. Se të zgjidhja ta zgjidh një me i herë. Bara mirë që ta thash. Se po dojshë edhe gati me ta msheh, dhe më thanë si problem, por thash për të vlajtë e kësuni këtë shqetësim kam. Gjithçka është kak pasoj, gjithçka krijojmë, gjithçka është manifestim. E tani na mëna me thonë që kjo të mësu diçka e mos me e paset me shka kena kriju. Do thonë, prap jesim si viktima, edhe nuk e shohim se me çfarë bindje kena kriju qatë problemin, edhe mujna me thonë se kjo të mësu diçka, po nëse ti nuk e merr mësimin vërtet, nëse ti vërtet nuk e vetëdison bindjen që e ka kriju problemin, ti nuk e ke marrë mësimin. Ti e vetëdison, thot, okej, që kjo po ma mëson që ta, edhe që unë e kam qitë bindje, e unë muj me ndryshu këtë bindje me marrë një bindje tjetër, me kriju një bindje tjetër, e na jena të punu natyrisht, jemi të punu, në të thash, këto krejt sukseset që i ke bëti në kompani, vinë si rezultat i punës që ti e ke bë me vetën tënde.
Dhe fakti që unë po arri këto lloj suksesësh tim, a mendon se unë jam fut tash në rrjedhë me Jenë tjera frekuenca. Jenë tjera frekuenca. Ja? Jenë tjera Janë frekuenca. Jenë tjetër energjishe, tjera mundësi, vinë tjera informacione. Më thonë, kjo është energjia. Pra e ka marrë betimin energjia e re, do të thuash. Po,